Gjykata e Lezhës ka dënuar me 17 vite e 8 muaj burg në total 3 persona të marrë të pandehur në lidhje me kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Kashnjetit. Armando Ndreca u gjet fajtor për kryerjen e veprave penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike dhe u dënua me 4 vite e 4 muaj burg, ndërsa për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Lirim Bulica e shpalli të pafajshëm. Po ashtu 2 personat e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, Elvis Shpellzaj dhe Armand Nikdukaj, u dënuan me nga 6 vite e 8 muaj burg secili për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike, prodhim dhe shitje e narkotikëve, si dhe vjedhje e energjisë elektrike ose impulseve telefonike. Të 3 personat përfituan lehtësisht nga gjykimi i shkurtuar edhe bashkimi i dënimit. Ata u arrestuan nga policia e Lezhës në muajin prill të vitit 2024, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur një stam për kultivimin e drogës. Nga ky ambient u sekuestruan 2973 bimë narkotike, disa prej tyre fidan të gatshëm për të kultivuar në tokë, një sasi lëndë narkotike kanabis sativa, 50 llampa, pajisje ventilimi, sende të tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale, si dhe 3 aparate celular. Goditja e këtij rasti të kultivimit të bimëve narkotike erdhi pas informacioneve të siguruara në rrugë operative nga policia e Lezhës, në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, e cila finalizoi operacionin.